Mirë mbrëma dhe përshëndetje të dashur miq të RTI-s. Ju falenderojmë që dhe sonte keni ndakohen me qenë bashkë me neve. E prej studios të qasjes tridimensionale, ju them që sonte do të trajtojmë një temë me një profesionist, edhe që kam shumë kënaqësi që kam në studio. Çështja e shëndetit mendor në Kosovë diskutohet çdo ditë më shumë, po cila është gjendja e shërbimeve që ofrohen në këtë fushë. Të bëjmë një krahasim edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke qenë se kryesisht ata përdoren si referencë për sukseset e tyre në vazhdimsi. E në studio për këtë çështje për të folur e kam doktor Gania Bazin. Ganiu ka treguar jashtëzakonisht shumë suksese si student, ka qenë prej studentëve të vetëm që ka marrë bursën për të udhëtuar drejt Harvardit, Universitetit Harvardit, për të magjistruar edhe për të përfunduar shumë studime shkencore atje, diçka që ka qenë një privilegj edhe për të, po edhe për neve si Kosovë. Doktor, përshëndetje, mirë se erdhe. Shumë përshëndetje, faleminderit për ftesën. Është kënaqësi me të pas në studio edhe me i shpalos shumë prej punëve tua, edhe shumë prej kontributeve që i ke dhënë, sepse edhe përkundër faktit që sa kohë, ndoshta 2 dekada që jeni atje, nuk po e di saktësisht, po prap lidhja me atë dheun vazhdon me qenë aq e freskët, sa gjithmonë e keni në mendje edhe jepni kontribut të vazhdueshëm. Kënaqësia është ime që jam këtu. Unë jam djali i Kosovës dhe zemra vazhdimisht më rrej për këtë vend. Edhe unë si mjek e shikoj obligim moral dhe personal që çdo gjë që unë mund ta sjell nga Amerika, sidomos në tani profesionin tim të psikiatrisë, ta sjell edhe për pacientët e Kosovës, edhe ndikoj që bashkërisht me kolegët tonë këtu të ndikojmë në një zhvillim që të bashëm të shërbimeve psikiatrike edhe shëndetit mendor për njerëzit tonë. Unë shumë jam e lumtur që sot ju kam në studio, sepse kjo fusha e psikiatrisë është goxha e ndihshme, të pas parasysh që ju do të vazhdoni edhe subspecializimin në psikiatrinë e fëmijëve, diçka për cilën edhe më me qef kemi me diskutu kismet. Gjithashtu në studio kam edhe Valën, Valentina Lekun, pedagogën tonë të dashur, si zakonisht. Vale, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta, kënaqësi. Doktor, po fillojmë fillimisht prej rrugtimit tonë drejt universitetit ndoshta më prestigjioz në botë, sa ka qenë e vështirë ose si keni përfunduar me marrë në atë kohë bursë në Harvard? Unë spari kam qenë student i Fakultetit të Mjekësisë në Prishtinë, vi nga në fshati PS, edhe prindëmi kanë qenë bujq me profesion, edhe rrugtimi ka qenë jashtëzakonisht i vështirë në atë aspektin që u dosh shumë të përgatitem, sparit pranon Fakultetin e Mjekësisë, në gjimnazën e konkurit në universitetin në fakultetin, më falni, në shkollën mesme gjimnazën e PS. Edhe pastaj, mas ju bona student, ne kim pas mungesë të literaturës në gjuhën shqipe. Edhe gjatë luftës edhe pas luftës, unë bona shumë miq ndërkombëtar, amerikan, kanadez, gjerman, holandez, e kështu me radhë. Edhe mungesë të literaturës në gjuhën shqipe, sidomos për lanë klinike, unë kisha opsionin që ose shumica që mësojshin kroatisht, serbisht, shfrytëzojshin literaturën e tyre, apo të shikoj diçka në aspektin afatgjatshëm, mësoj anglisht, edhe të investoj në gjuhën angleze, edhe atëherë krijoj para përgatitje të duhura për studime postdiplomike jashtë vendit. Unë atë rrugë e gjeta edhe duke falendruar miqve fëmijë që kisha krijuar gjatë luftës, pas luftës në vendet perëndimore. Unë mora literaturë të shumt nga ta, edhe një pjesë të madhe të provimeve i kum përgatitur nga literatura në gjuhën angleze. Pastaj pata fatin në zgjohet Fakulteti i Mjekësisë që shkoj në Dartmouth si student i shkëmbyer, në vitin e tretë, mes tretë të katër. Pastaj isha në Kanada, bona një disa rotacione klinike në Ottawa General Hospital në Hawkesbury, edhe në Hollande gjithashtu në shkollë verore, pastaj në Gjermani. Kështu që unë u ekspozova ndaj ekselencës klinike që bën perëndim. Edhe aty krijova bindjen edhe planet që unë specializoj dikun që
niveli kualitetit është shumë i lartë. Në atë kohë dëshiroja të bëja neurokirurgjinë, bëja neurokirurg. Edhe për fatin tim, në Fakultetin e Mjekësisë në Prishtinë, ka qenë një profesor, vizitor, i sponsorizuar nga Rotary International, Dr. Peter Markerstein, nga Kanadaja. Edhe ai mund të tregon që fondacioni i Rotary jep bursa çdo vit. Unë kom pas aplikuar në gjitha bursat kur ofrova ofër diplomimit, edhe isha shumë menaxher mesatar me çdo gjë të mirë, po gjitha fondacionet në Kosovë dhe institucionet që jepshin ato bursa më refuzuan. Edhe unë aplikova te fondacioni i Rotaryt. Ata jepshin një bursë në konkurrencë botërore, 25 bursa, $25,000 bursa për studime jashtë vendit. Edhe aty aplikonin nga Afrika, nga Azia, Amerika Latine, gjitha vendet zhvillim, po jo vendet të zhvilluara, që faktikisht është 4/5 të gjithë planetit. Edhe mu ma dhanë bursën për studimin në Amerikë. Kështu që unë bona u qyki bursa ambasador. Në Kosovë, nëse kom dëgju mirë, nuk kem rri me marë bursë nivel vendi, po në anën tjetër nivel botëror je vlerësu si student që meriton me marë një bursë. Unë isha student edhe mjek i ri, mu gjitha fondacionet, iniciativat qeveritare që në kanë, çdo gjë në Kosovë që unë kom pa aplikuar në mënyrë sistematike që në gjitha, mund që gjitha më kanë refresu. Kjo është fakt. Mirë po unë aplikoj në një bursë, konkurrencë botërore, fondacioni bazën në Chicago, vendimarrësit janë nga në kontinentet ndryshme të botës, s'kan as farë nga Kosova, dhe mu më zgjedhin. Edhe jam bursisti i parë ambasador. Unë faktikisht nuk e di, ishte anglisht i vjen surreal, atë puna që kisha pasur, unë kam bërë shumë punë vullnetare, domethënë edhe gjitha ajo përvojë si student që kisha bërë në Amerikë, në Kanadë, në Holandë, Gjermani, madje këtu me projekte humanitare, me NATO, me KFOR-in që pas punë vullnetare që kam bërë, një udhëtim në Finland që kam pas si përfaqësues i rinisë. Nuk e di, ata s'kam qenë në ato aty ku kanë marrë vendime, por mu zgjedh. Pak e dëgju, doktor, do një fjalë prej dokujt nga ofruesit e bursave në Kosovë, që sigurisht në amjët ka qenë shumë i popularizuar atë kohë kur ju keni fituar një bursë botërore. Ndoshta një keqardhje ndaj teje që nuk e kanë vlerësu një student kaq zotin vendi i tij, po bota e vlerësoi me një bursë aq të vlefshme. Unë nuk e di. As ke marrë një feedback. Faktikisht ata as që kanë pranuar të bisedojnë me mua asnjëherë. Edhe me thonë drejten, mi bo një autopsi psikologjike, pse janë shumë fenomene që kanë të bëjnë me realitetin mas luftës tranzitor të Kosovës. Mos është kjo njëna prej arsyeve që e ke zgjedh psikiatrinë si fush? Pak me sarkazm, veç deri diku në kanë është tani një bazë me pasi popull për çka kena nevojë më shumë. Mua më ka fascinuar shumë truni i njerëzit, edhe unë kam dëshiruar që bëhem operator neurokirurg. Mirë po, psikiatria studion funksionet, është ndërlidhje mes neurologjisë, neurokirurgjisë edhe vetë psikiatrisë, edhe unë kom lexuar shumë, mendoj që kom lexuar shumë edhe flas shumë gjuhë tuaja, kështu që disi psikiatria ndërlidh gjitha ata duke filluar nga Sokrati, Platoni, mënyrën e menduar deri te Sigmund Freudi, Immanuel Kant dhe kështu me radhë. Jam shumë i lumtur që kam zgjedhur psikiatrinë për arsye se ndryshe nga neurokirurgjia, neurologjia, psikiatria po të mundësinë që të mendosh, të reflektosh, të analizosh, është shumë disiplinë analitike që ti duhet të futesh në botën shpirtërore të pacientit. E në veçanti është një komponente shumë e rëndësishme në psikiatri, që ti jesh në gjendje të shërosh pacientin me sëmundje psikiatrike, ti duhet ta fitosh besimin e pacientit, në mënyrë që ai të hapet. Domethënë çelësia është që pacienti të jetë në gjendje të bisedojë me ju se çka po pengon ose çka shqetëson.
Edhe kjo ka të bëjë me, na i thojmë, rapor anglisht, do më thonë me ndërduarit e një raporti në aleancës terapeutike që i thojmë. Pra arsye se nëse nuk ka aleancë terapeutike dhe përndej nuk beson atëra ai nuk i merr pona. Nëse mund të ndërlidhem ju më parë të këtë që në kohën kur ju keni qenë student, nuk ka pas mjaftueshëm literaturë për me studiu. Ndërsa krahasuar vitet të studimit kur ju keni qenë student, krahasuar me sot ka mjaftueshëm literaturë. Madje ka platforma të shumta digjitale ku marrja e informacioneve është shumë e lehtë, po fatkeqësisht nuk kemi kërkues të informacionit, ndoshta siç ka pasur në kohën kur ju keni qenë student. Madje ofrimi i gatshëm informacioneve për krejt studiusit, a ndikon kjo që ndoshta në cilësinë tonë nesër sikur ekspert cilës do fush? Sepse po kemi shumë të gatshme. Unë nuk e di cili është realiteti tani me do më thonë dëshmërinë e literaturës gjuhë shqipe. Mirë po unë e di një gjë që literatura në gjuhën angleze që unë e kom mësu pisaj ka qenë superlative edhe akuma betet. Për shembull, fiziologjinë mbaj mend Gajtonin, nga libri Gajtonit në gjuhën angleze, biokimia nga Harper, gjuhën angleze, mjekësinë interne nga Davidson, libri i tij në gjuhën angleze, anatominë e kom pas librin e Gray, anatominë atë librin e shumë ma 2500 faqe që do më thonë unë i më koni bekum që unë e arrita thamë saj shumë mirë se në shkollë fillore dhe të mesme kem mësuar gjuhë frenge, edhe pastaj që kaloj gjuhën angleze, do më thonë më ndihmoi shumë, se pastaj kur shkova ndart më programe ndryshme, unë kur gjuhën e huaj e mëson duke lexuar, jo nga rruga, po duke lexuar në klasë, e mëson gjuhën akademike. Edhe më ka ndihmuar shumë. Edhe tani unë nuk e di cili është statusi se sa në disponueshme libra në gjuhën shqipe, mirë, po edhe sikur të janë disponueshme, unë e dyshoj që kualiteti i çdo botimi që mund të bëhet në Tiranë, Shqipëri, në Shkup, kudo, Gjermani, afrohet me ato që botohet në Londër, apo New York, apo vendet, si thosh, në qendrat anglisht folse. Unë mendoj që kom pas një benefit shumë të madh që qysh si student e mësova gjuhën akademike angleze, edhe pastaj ajo më ndihmoi shumë rrugën time. Mirë, po si student nuk e di, ndoshta lufta ka pas një rol shumë të madh në personalitetin tim, se disi shoh gjeneratat e sotme, si të mos kjo që i thojnë Gen Z, ata nuk e kanë përjetur luftën, ata nuk e dinë se si ka qenë lufta. Disi ne kemi pas atë pasionin për shtetin e Kosovës, edhe një nga arsyet se unë e dua shumë këtë vend është se këtë vend, rrita në këtë vend kur ishte në sundimin serb, brutal serb, pastaj u shkatrua nga lufta, pastaj filloi të rindërtohet, edhe ja tani unë mendoj që Prishtina është i ngjason shumë një metropol evropian. Edhe për këtë meritjen e kanë populli i Kosovës. Desha të pyes edhe, me qenë se ju keni tu një pjesë tjetës tuaj në Kosovë, një pjesë tjetës juaj edhe në Amerikë, a keni arrit me ba një krahasim mes këtyre dy vendeve ose Kosovës dhe vendeve tjera në përgjithësi, kur jemi te trajtimi çështjeve shëndetësore ose shëndetit mendor? Për shembull, besoj që në Amerikë nuk ekziston stigma që po viziton një profesionist të shëndetit mendor. Kosova akoma kemi të lashët e tilla. Për fat keq ajo stigma ekziston gjithkund. Të vështirë në Amerikë, mirë po në kultura ndryshme është ma e theksuar apo ma pak e theksuar. Unë e di New Jersey ku kom kryer vitin e parë të specializimin në psikiatri, aty është një popullat theksuar, e grupuar nga Korea e Jugut, edhe ne kemi pasur shumë pacientë nga Korea e Jugut. Të ta, në kulturën e tyre jugkoreane, ekziston një stigmë jashtëzakonisht e madhe ndaj sëmundjeve mendore, edhe pacientët hezitojnë marrin ndihmë, po njëkohësisht ata që në një formë ose në mënyrë marrin ndihmë profesionale nga një ekspert i shëndetit mendor, disi stigmatizohen në shoqërinë koreane jugore. Edhe ne kemi pas rastin kur kam qenë në psikiatri i fëmijëve, që është fëmia 18 vjetë i hospitalizuar të ne, dhe prindi vjen edhe kërkon që fëmija të lirohet, sepse
të luajtur në shtëpi, sepse sipas tij, kjo do të ndikon në tamën e tij brenda komunitetit ukrainan. Mirë po, mendoj që këto ne duhet të adresojmë, edhe në shoqërinë kosovare është të theksuar, mirë po përmes edukimit shëndetësor, thjesht unë dhe jo, si medium, bisedojmë me njerëz, të tregojmë që të jesh i smuar mendor, thjesht si njerëz, ne që gjithmonë kalojmë periudha të caktuara që të jemi të smuar, edhe shka shumë e rëndësishme, që njerëz duhet të apojnë dallimin që smundja mendore është një smundje që atakon e sulmon sistemin nervor, mënyrën e menduarit, mirë po nuk flet për karakterin e njerëzit. Nëse një person ka depresion, skizofreni, çrregullim bipolar, ankth apo diçka tjetër, kjo s'do të thotë në asnjë formë, në asnjë mënyrë që ai person është njëri i keq ose është karakteri i keq ose çfarë do lloj epiteti mund të japet. Thjesht ne duhet ta ndajmë ato në aspektin human, që kesh një smundje mendore s'do të thotë që të je njëri i keq. Edhe për fat keq, ajo që shihet, nëse një person ka një smundje tjetër fizike, le të themi një afërmi jonë, ajo pa ajo pranon simpatin tonë, dashurinë tonë, dhuratat tona, kujdesin tonë. Mirë po, nëse një afërm apo afërmi jona ka një smundje mendore, për shembull depresion, skizofreni, çrregullim bipolar, ankth e kështu me radhë, ne, si qenë njerëzore, tentojmë që të largohemi nga ai person, ta izolojmë, një farë forme devijojmë, ta gjykojmë, të mos e kuptojmë, të krijojmë lloj-lloj paragjykimeve. Edhe çka do manifesti, si manifestohet kjo? Që personi pastaj në aspektin evolucionar, ne si që njerëzore dëshirojmë të jemi pjesë e grupit. Tani, kur pacienti ka frikë që nëse ai apo ajo kërkon ndihmë mjekësore, rrezikon të bojkotohet nga grupi, mos jetë më pjesë e grupit. Ai ose ajo heziton që të kërkojë ndihmë. Kjo ndodh që pacientat të mos paraqiten te mjeku, te psikiatri ose psikologu për ndihmë. Edhe ne duhet punojmë në raport me edukimin shëndetësor, që edukojmë popullatën që të kesh thjesht jeta, na thojmë, life happens, jeta ndodh. Dikush ka divorc, dikush ka tragjedi në familje, dikush ka problemin punë, shoqëni, bullizmin në shkollë, kështu me radhë. Ato janë thjesht fenomene njerëzore, shoqërisë tonë që ndodhin. Edhe ne duhet që një farë forme ta lehtësojmë procesin që ata persona të kërkojnë ndihmë. Edhe këtu ka shumë rëndësi, qasja jonë se ekspert shëndet mendor, që ne ta fitojmë besimin e pacientit. Çdo gjë lidhet, fillon dhe përfundan me besimin e pacientit tek ne. A na beson ajo apo ajo të hapet me ne, na tregon çrregullimin që ka, ose shqetësimin që ka, apo dhunën që ndodh, apo diskriminimin, apo bullizmin, çfarë do forme. Ne, domethënë, duhet që ta integrojmë këtë lloj qasje të komunikimit që ne të fitojmë besimin e pacientit. Edhe duke fituar besimin e pacientit, atëherë edhe stigma dhe çdo gjë bie, domethënë ulet. Edhe ne duhet punojmë në edukimin shëndetësor që në Kosovë të kesh një smundje mendore, do të thotë të jesh qenë njerëzore, është pjesë e qenërit njeri, edhe nuk flet në asnjë formë, në asnjë mënyrë për karakterin e një njeriu. Ajo smundje si çdo smundje tjetër. Po ndoshta kjo ndikon për shkak që një njeri që vuan nga zemra. Ai mund ta vuaj vet. Vuan nga, ku e dione, çfarë do sëmundje tjetër fizike, pasojat i bart vet. Ndërsa një njeri që vuan nga telashe apo çrregullime të ndryshme psikologjike, shumë njerëz e ndin veten të friksuar sepse munden me u rreziku ndoshta nga një çrregullim. Po prandaj është e rëndësishme që me u eduku popullin, njerëzin përgjithësi që cili do që ka një telashe. Nëse kemi telashe me zemër, shkojmë te mjeku i zemrës. Nëse kemi probleme me syt, shkojmë te mjeku i synit. Kemi probleme me shëndetin mendor, do të prapë me konsultu një profesionist të shëndetit mendor, sepse ne kur hezitojmë, ne ju më parë thatë shumë mirë. Jeta ndodh, edhe problemi ndodh, thjesht ndodhin. Nëse na fillimisht do të me pranu,
me pranu ato që po ndodh me neve, mandej me kërku shërim. Çdo gjë që e lëmë thjesht ato nuk mundna me largu, e kemi, por është rëndësishme që ato që e kemi thjesht me pranu që e kemi, mandej me kërku trajtim adekuat për çështjen që na edhe duhet me shku me një blok të shkurt marketingut e me u rikthy prap. Herta Kids në Fush Kosovë, përballë kolegjit AAB, vendi ku nuk e keni problem parkingun. Sektori me veshje për të posa lindur dhe fëmijë për 2 gjinit. Aksesor për kuzhinë dhe aksesor dekorativ. Në Herta Kids gjeni edhe veshje për të rritur për të 2 gjinit. Nëse lodheni duke bërë shopping, atëherë keni edhe restorantin brenda objektit për të pushuar dhe kaluar kohë me familjen tuaj. Lodra të ndryshme për fëmijët tuaj. E keni mundësinë që fëmijët tuaj të argëtojnë në Kids Zone derisa ju bëni blerjet. Herta Kids, Kids Zone, Orta Food, Family Clothing Store, të gjitha në një vend. Të dashur shikues, u rikthyem prap në studion e qasjes tridimensionale, ku e kemi të ftuar Dr. Gania Bazin, po flasim për shëndetin mendor në përgjithësi në Kosovë, duke qenë se Dr. Ganio është duke specializuar në psikiatri në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka kryer shumë punime shkencore atje, magjistraturën në Universitetin më prestigjioz të Harvardit, po kemi shumë çka për të biseduar, po në pjesën e dytë do të fokusohemi për kontributet që i ka dhënë edhe për kundër faktit që ka jetuar, ka studiuar në Amerikë për vendin e tij të dashur për Kosovën. E di që Deksaskenën është bërë shkak që spitalin e ortopedis me e bë me Deksasken. Deksasken është një aparatur që e mon densitetin e eshtrave. Densitetin e eshtrave. Që gjithë ata që përballen me osteoporozë, me gjithë shka e kanë mundësinë me marrë, do më thonë, faljas si shërbim. Sa ka qenë e vështirë edhe çka të ka shty me furnizu spitalin tonë me atë aparatur, që sot e kësaj dite njerëzit marrin aty shërbim. Spari duhet të them që une marrë si bursës ambasador nga Rotary International, edhe si marrë si bursës dytë, bursës presidenciale nga Universiteti Harvardit, që të mund të studioj atje. Ju më di që jam njeri me shumë fat, një nga mjekët, ndoshta mjeku ma fatlum nga trojë shqiptare, edhe disi ju më di shumë boqli që une të ndihmoj vendin tem. Edhe çdo projekt, çdo mundësi që ka ardhur nga Universiteti Harvardit, nga une, për Kosovën, une kam ju mundu që ta bëj disponueshëm për Kosovën. Ne kemi bërë disa projekte. Projektin Gift of Life e kemi e kam nisur nga Bostoni, pastaj një projekt për kirurgjinë plastike, edhe pastaj projektin për sjelljen në Kosovë të pajisjes për bërjen e skanimeve të deksat të densitetit e eshtrave. Ajo si ka nisë, unë kam pas fatin që ta kem një kolegë gjatë studimeve, Dr. Besim Bityqi, tani reumatolog, edhe ajo që ndodhë, unë bë një vizit që kukes, edhe takoj, edhe ai më thot nga ne që kemë shumë nevojë për këtë pajisje, pasi që në sektorin publik nuk e kemi kërkon Kosovë, edhe pacientat në reumatologji për kanë shumë nevojë. Ajo që ka ndodhë është që personat moshtyrë, edhe sidomos femrat pas menopauzës, atëherë ndodhë si pasojë e mungesës së oksigenit, densiteti i eshtrave fillon minerale, do të thonë fillojnë të demineralizohen eshtrat, edhe atëherë ata eshtra janë shumë ma lehtë thyhen. Edhe tek personat e shtyrë, për shembull gjatë 70-80 vjeçar, ndërkohë që ne si tri e pafshim edhe procesi shërimit e një thyrje tashit është shumë i lehtë, te një person 70-80 vjeçar është shumë i vështirë. Kjo pajisje bën matjen e densitetit të eshtrave, edhe i tregon reumatologut, ortopedit,
ginekologut e kështu me radhë, se kur pacienti ka nevojë që të merr terapi për forcimin e isha, që në shumicën e rasteve, tani unë nuk jam reumatolog, mirë po është vitamin D dhe kalcium. Edhe miku im, doktor Besim Vityqi, më tregoi për nevojën shumë të madhe që sektori privat diku në Kosovë, më falni, sektori publik ta ketë pajisje që ju ofron këto shërbime pacientëve pa pagesë, ose me një participim minimal. Edhe unë e luta ato të jemi një gjendje që bashkërisht ta bëjmë një projekt propozim, thash sepse mënyrë që Amerikanë ta sponsorizojnë edhe ta paguajnë atë pajisje, edhe aty duhet një projekt propozim që ne tregojmë nevojën, tregojmë se cilë do të jetë ndikimi në gjithë shtetin e Kosovës, e kuantifikojmë një farforme me numrin e pacientëve brenda vitit, edhe ne punuam bashkë edhe me drejtorin e atashëm të klinikës, edhe ne bëm një projekt, cilën unë e marrë dhe dërkoj të Dega Fondacionit e Rotaryt në Boston, edhe ata aprovun. Edhe pastaj u futëm në fazën e implementimit, edhe ne arritëm që Kosovës të sillim një skaner të densitetit të esha, DEXA scan që ndryshe quajmë, për herë parë në institucionet publike. Ne fillimisht menduam në ortopedi, pastaj në pastaj në ginekologji, mirë po me konsensus brenda spitalit ne dërguam në mjekësi nukleare, me bashkëpunim me drejtorin doktor Fakir Spaheu, edhe aty në mënyrë që gjithë pacientët nga krejt Kosova mund të shkojnë aty. Ma vona im të tregoj edhe ne kemi monitoruar atë pajisje sa që këma në Kosovë, të përfshinj edhe para 10 ditëve, kem shikuar se si është funksioni, sa po përdoret për nevojat e pacientëve, sepse ajo është një nga kushtet që kërkojnë amerikanët, ata dojnë që brenda 10 viteve ne masi i bëjmë një donacion e pajisjes, sigurohemi që pajisja po shfrytëzohet në sektorin publik, që nuk është duk ashtu papritme, që është shërbim të njerëzve tanë, edhe që po funksion mirë, edhe doktor Fakir më tregoi, edhe ata kishin marrë një pajisje tjetër, ngjashme më vonë, me sponsorizim nga Ministria e Shëndetësisë, që ne jemi të lumtur që ne Kosovës arritëm që t'i sigurojmë për herë të parë atë pajisje, edhe tani. Edhe pse se fitove bursën, prapja ktheve me të mirë Kosovës. Ato mendoj që fakti që këto degë të shtetit tonë për bursë nuk më ndihmon, nuk mund diskualifikon, unë përsëri nuk ka të bëjmë me udhëheqjen e atë çaj kohë, ka të bëjmë me vendin tim, edhe me pacientat, në veçanti. Këtë ja ke pohajrin se nështë s'kisha apliku për bursë në Amerikë dhe s'kisha mujtë me shku. Unë nuk e di ku është fate, me gjithat, jo me shumë fate. Projektin tjetër për çështjen e mjekimit të fëmijëve. Projektin e Gift of Life, apo dhurata jetës, ka qenë viti 2009, edhe ka qenë një konferencë e Fondacionit Rotary në Boston, edhe unë po ta mundësin që takohem me drejtorin e Gift of Life International, zotni Rob Lyman, që është i bazuar në New York, edhe ajo që mësuan që çdo vit në Amerikë sjellin fëmijë për operacione në zemër, nga smundjet konjunktale të zemrës, nga vende ndryshme të botës. Ai projekt si organizohet ka filluar që nga viti 1960, nga Iraku, Afganistani, nga Afrika, nga vende tjera. Edhe natyrisht pyetja ime ndaj drejtorit përgjithshëm të Gift of Life International ishte pse në Kosovë nuk vepron organizata juaj. Tha, mund në ndihmosh që ta themelojmë. Kosovë thash, po patjetër. Edhe ne morëm iniciativë që të sjellim 2 fëmijë në spitalin ku isha në Boston Children's Hospital, edhe neve na vëdushin bashkëpunëtor lokal, edhe unë ju ofrova ish profesorit, ish mentorit, ish dekanit fakultetit mjekësisë, profesor doktor Mazon Bilegu, edhe ju luta që ai më udhëheq këtë iniciativë për Kosovën. Ne i sjellëm 2 fëmijë të parë, operuan, kthyen në Kosovë, edhe pastaj program filloi gati çdo vit nga 10-12 fëmijë operuar, mbi 150 fëmijë operuar në vitet pasuese, edhe kjo më tërësisht në mënyrë humanitare, edhe ekipet amerikane kardiologëve kanë ardhur disa herë në Kosovë,
kanë ardhur kardiokirurg edhe nga Britania e Madhe edhe nga Danimarka. Edhe kjo ka qenë diçka që unë kom arrit që ta nisi për Kosovën. Fillimisht e kom menaxhuar organizimin e saj, ma vonë ajo është deleguar njerëz të tjerë, pasi që unë jam shku në specializim. Mirë po ka qenë një nga programat humanitare që unë kom pas sukses ta mësoj për Kosovën. Projekt tjetër ka qenë projekti kirurgjisë plastike, doktorisha Sime Tezhiqi, që ka qenë kirurgë plastike, vjen një projekt. Ne bëjmë një thirrje për projekte dhe vinë shumë projekte dhe zgjedhim ato, që cillim pajisje për mikrokirurgji, që është të thyre të durve, kështu më radhë që i mungojshin qekukes, edhe ne brenda një viti gjys, ashtu i kemi sjellë gjitha ato pajisje, edhe i kemi sjellë pajisjet përmes Iowa National Guard, sepse ne kishim çështje për dogana, transporte, kështu me radhë. Ja ndodhë që një Antoni Rotariani i klubit e Rotary në Boston ka qenë kolonel, ishte në pension, edhe ai tha që ne e kemi bazën tonë në Bondstill, edhe ne çdo javë dërgojmë furnizime atje. Unë mund të bisedoj me kolegët e mi në ushtrinë amerikane, edhe shohim nëse ne mundem në kuadër të furnizimeve që dërgohen në Bondstill, na mi dërgohet ato pajisje mjekësore. Edhe ato ashtu ndodhi. Ato prodhuesit e tyne i dërguan drejt për drejt në Iowa, lista pajisjeve ju e dha ushtrisë amerikane, ushtria amerikane sjellën në Bondstill, prej Bondstill në Prishtinë, edhe në Çekukë. Edhe tani po shpresoj, nuk kam qenë aty, mirë po shpresoj që janë në përdorim në klinikën e kirurgjisë plastike në Prishtinë. A keni ndonjë plan ideor ose diçka që do të bëni për psikiatrinë në Kosovë në ardhmen? Po. Plani ideor është afatgjat. Çdo shërbim psikiatrik për të rritur fëmijë që ofrohet në Amerikë, të ofrohet në Kosovë. Këtë si një njeri i Kosovës, dëshiroj që t'ja ofroj vendit tim. Unë po shoh që do të ktheheni? Po patjetër. Unë nuk e di a do kthehem punoj përkohësisht, 2 herë në vit, 1 herë në vit, mirëpo do të jem vazhdimisht e angazhuar me njerëz tanë, me popullin tim, me zbashku me kolegët e mi. Unë shpresoj që ne punojmë me kolegët mi, qoftë nga psikologjia klinike, qoftë nga psikiatrika, që t'i adresojmë gjitha problemet akute që janë në Kosovë, sidomos edhe më falni, të bëjmë hulumtimin në raport me, si i thujnë, burden of disease, anglisht, do të thonë ngarkesat, cilat janë smundjet cila është psikopatologjia kryesore, çka ka nevojë, cilat janë më shpeshta, çka mund të bëjmë. Kohëve të fundit, doktor, nuk e di nëse po i ipët më shumë zon kësaj çështje, apo me të vërtet ka një numër jashtëzakonisht shumë të rritur të fëmijëve me çrregullime të ndryshme të shëndetit mendor, qoftë hiperaktiv, qoftë me çrregullim të spektrit të autizmit. Na si vend me statistika gjithmonë nuk kemi qëndruar mirë, as tash nuk ka statistika, domethënë që ta japin një pasqyrim të qartë të gjendjes me të cilën po përballemi, po realisht numri veç shihet që veç sa vjen e shtohet, fatkeqësisht shpeshherë fëmijët e tillë, besa edhe prindrit bin viktim ndoshta edhe e njerëzve jo profesionist të fushës, të cilët na bjen me i pa ndoshta edhe në media që referojnë qoftë sublimente të ndryshme, qoftë sot edhe tregu online është shumë i lirë, del ndoshta një nanë edhe thotë që vaje i arrës. Normal, vaje i arrës është diçka natyrale, po kushtimisht po them, mi ka ndihmu fëmijës edhe sot po flet, veç kur e sheh që njerëzit ndikohen, edhe fillojnë me përdorë në masë të madhe, po kur kjo ndodh edhe prej njerëzve që na themi arrehin vetes profesionist, shpeshherë na bie me dëgju që dhe ata abuzojnë ndoshta me dhënien qoftë sublimenteve ose vitaminave të ndryshme te këta fëmijë. Kjo është një farë mjekësie sekondare.
një farë mjekësi alternative është kjo që populli thjesht din me mjeku, ama të kjo çështja e shëndetit mendor, sikurse çdo problem tjetër i shëndetit tonë është e rëndësishme edhe çështja e shëndetit mendor. Na duke u bazuar në kontaktet tona të përditshme si me prind, si me fëmijë, si me kolegë ndryshëm, kemi has me të vërtet ndoshta dilema mes profesionistëve të ndryshëm. Pse? Kemi dëgjuar për shembull një fëmijë në Kosovë është 7 vjet është trajtu për autizëm, e që ai s'ka pas fare autizëm, po thjesht ka pas probleme në dëgjim. Ka plot x raste që fëmijët po trajtohen për diçka që nuk është, që nuk e kanë, thjesht dikush e menon, ndoshta është ky telashi ndoshta edhe prindërve që me një diagnozë ose me një mendim të një profesionisti aty e lën, apo është e rëndësishme që prindrit mos më mbet vetëm me mendim të një profesionisti, ndoshta me kërku ndihmë edhe nga profesionistë të tjerë për të njëjtën çështje. Jo me la një mendim edhe sikurse rastin fjalë që një fëmijë 7 vjet është trajtuar për autizëm e që ai s'ka pasur fare të bëjë me këtë, thjesht ka pasur një problem me dëgjim. Pra këso raste pa i thy, asnjëherë se na kena faleminderit Zotit, kemi njerëz shumë të zotët në gjitha profesionet vendit tonë Kosovë, por sigurisht që ka edhe të atill që me një mendim të vetin është ka edhe deri te këty raste shumë tjera që na nuk i dimë. Ajo që dua të them është që kjo ka të bëjë me vetë funksionin e shtetit. Abuzime në shëndetësi, për fat keq, ku jetojnë njerëzit kanë ekzistuar dhe ekzistojnë, mirë po shteti ligjor, rreth shteti, ai që i ndal, i dënon, i ndeshkon, i burgos abuzuesit e ndryshëm. Spari, procesi i licencimit, nuk mundën njerëz që nuk kanë trajtim profesional në qendrat licencuara të botës, praktikojnë shëndetësinë. Zdyti ato suplemente. Unë mjeku që i thot mjeti doktor, përshkrimi i terapisë bëhet fillimisht farmakoterapia, e cila bazohet në studime shkencore që institucionet e shtetit, si që janë FDA në Amerikë apo në Evropë, agjencia ekuivalente në Evropë që është aprovon që një medikamenti i caktuar i bazuar në këtë proces mas parte i zbulimit, themelimit si medikament shkencor, pastaj studimeve sa papli, ato clinical trials që bëhen në faza parë, 2, 3 edhe 4, që është i suksesshëm. Por ajo që themin e vaj i arrës, ose vaj i peshkut, ose ajo të ngan mjekësi popullore, që ne semi as për as kundër, mirë po, nuk është detyra e doktorit, si thush, une për fat keq, gjatë kësaj vizite që kam Kosovë, kam pas, do më thonë tërgimit që mi tërgojnë pacientat të ndryshëm, abëzime shumë dhaja, qoftë financiare edhe profesionale, do më thonë për 5 minuta vizit, një pacient më thotë që i ka paguar 140 euro, pastaj ka blerë disa suplemente 300 euro për një diagnozë, as edhe një studim shkencor nuk tërgon që ato suplemente kanë efekt drejt për drejt në gjendje. Ne më themi vitamina, më themi që, okej, mjolta ndikon pozitivisht, po më themi që mjolta është terapi për një çrregullim neurologjik. Po, në rastin specifik ka qenë 300 euro. Do më thonë, në rast që vizita të mjeku është 140 euro, plus 300 euro suplementi, 440 euro familja, do më thonë, ti pacienti kostoja e një vizite, e cila nuk ka benefit dëshmushëm për pacientin. Ajo mund thuhet, okej, edhe sukur të hangërsh molla edhe mjalt të ndihmon, po si ndihmon, nuk është diçka që ti duhet paguash 140, unë e shoh që është abuzim i kësaj gjende, kjo tregon, po më vjen keq se nuk dëshiroj të jam kritik, kjo tregon që shteti ligjor nuk po funksionon. Nuk mund të abuzohen pacientin në këtë formë. Madje gjitha mjek janë të vetëdijshëm për gjendjen ekonomike që ka populli jonë. Mirë po ata janë të vetëdijshëm, mund të jenë të vetëdijshëm, mirë po janë të vetëdijshëm gjithashtu për dëshirën e tyre për përfitime avaçkurta. Edhe ata siç duket tregon realitetin empirik që i prioritizojnë
përfitimit të tyre para spari, para bazës shkencore, sa ajo, për shembull, një suplementit caktuar, as edhe një bazë shkencore. Jo, kom dëgjuar që ndikon mirë. Po, kem dëgjuar që ndikon mirë nga gjyshi, nga agjallarët, nga mjekësia popullore, por ajo nuk është se si funksionon shkenca. Tani, cili është roli im? Roli im nuk është që unë ballafaqohem me këto çështje që shpresoj Ministria e Shëndetësisë, shteti ligjor t'i adresoj edhe ju përmes zgjedhjeve t'i prioritizoni periudhën e zgjedhjeve që abuzimet ndryshme nga sektori privat të adresohen. Roli im do të jetë që unë sjellë ekspertizën amerikane në nivelit më të lartë botror për pacientat tanë, por njëkohësisht bëjmë projekte të ndryshme, sjellje të pajisjeve, sjellje të rregulloreve. Ndikojmë që rregulloret më adoptu. Për arsye se puna psikiatrike ka shumë bëjmë me rregulloret. Kur ka abuzime të caktuara, fëmijëve, të rriturve, ne kemi nevojë që të kemi bazë ligjore për veprimet që i bëjmë. Nëse hospitalizojmë pacientin, nëse morim një fëmijë nga prindrit, si pasojë e dhunës apo çfarë do formë abuzimi. Edhe gjithashtu kam shumë dëshirë që sjellë kolegët e mi amerikanë këtu, të vi vetë edhe i psikiatrëve dhe ne ndikojmë për mirësim të cilësisë, në sjelljen e protokolleve të reja dhe në diçka në ide që kam është që në Amerikë, spitalin ku kam punuar, kompanitë e ndryshme amerikane kanë punu në i thyrë me anglisht sample, free sample. Dhe më thonë, terapia shumë shnajta, po pa pagesë, 1 muj, 2 muj, ashtu, për pacientë. Dhe unë e dëshiroj, do t'ju them atyre, ju lutem, një popullat parafërsisht 2 milionëshe, i ka parafërsisht kaq mira pacientë, ne bojnë një projekt humanitar që cilëjmë ato furnizimet bona, tërësisht pa pagesë, për fat keq, shumë nga kolegët mi ka thonë që donacionet caktuara nga Evropa perëndimore, vende tjera kanë përfunduar banatore private, dukushit, dhe ajo nuk mundohet projektet që unë i menaxhoj. Absolutisht jo. Edhe, domethënë, kjo do të jetë qëllimi. Gjithashtu, dëshiroj ta theksoj që gjatë kësaj vizite kum pas rast të takoj disa pacientë me skizofreni dhe kum pa që shumë prej tyre menaxhohen në aspektin terapeutik me regjimente terapeutike që përdorë para 30-40 viteve. Edhe që, domethënë, ata antipsikotike të ri që në gjenerat të tretë, nuk përdorën, as nuk përshkruan nga mjekët, edhe unë tentova që një pacienti më siguru konkretisht medikamenti cariprazin, i cila ndikon shumë në simptomat negative të skizofrenisë dhe është një agonist parcial i receptorëve dopaminës, po furnizimi mujor kushton dhe 200 euro. Për fat, ishte i pranishëm në Kosovë, mund ta blenë, mirë po që familja pacientin tha që unë nuk mund t'i sigurojmë 200 euro në muaj vetëm për një medikament. Kështu që ne duhet të adresojmë këtë çështje. Spaj protokollet modifikohen, të aplikohen banat më të reja s'dyti, ato banat sjellen në Kosovë, t'jenë ato kompanitë farmaceutike më të sjellen mirë, po duhet ajo lista esenciale, duhet që t'je shteti ndihmoj që pacienti mund t'i blej. Pra arsye se unë nuk e shoh në zhvillimin ekonomik që ka Kosova, në gjendjen mesatare ekonomike në familje që ata mund t'i paguajnë 200 euro në muaj, vetëm për bana. Edhe domethënë qëllimi është një qasje multidimensionale ndihmës, qoftë në kujdesin psikiatrik, qoftë në sjelljen e pajisjeve, rregulloreve, edhe qoftë në sjelljen e banave. Një diçka tjetër që dëshiroj ta theksoj është kujdesin psikiatrik, duke marrë parasysh numrin e limituar të psikiatrave në Kosovë, qendrat primare shëndetësore ku punon psikiatri, ato duhet të kenë edhe psikologun edhe punëtorën social, për arsye se menaxhimi i një pacienti psikiatrik në shumë raste kërkon domosdoshmërisht punëtorin social edhe psikologun. Mënyrë që të përcjellë gjendja e tij në aspektin e faqat, edhe psikiatri vetëm nuk mund të menaxhojë gjitha. Domethënë, ne duhet mendojmë këtë aspekt për një qalë që si e multiprofesionale ndaj
pacientit psikiatrik. Unë shpresoj që në Kosovë gjojnë partner, gjojnë kolegë që punojnë me mu, që ne të ndihmojmë Kosovës. Unë gjithashtu shpresoj që të bindi kolegë të mi Amerikan, edhe ne të vijmë si ekip, edhe punojmë me spitalet, qendra shëndetësore, me komunat, me ju si media, që të na ndihmoni, që të arrijnë të veshi pacientit edhe familjeve tyre. Edhe ne të kemi një përmirësim dukshëm shërbimeve shëndet mendor, e cila, ta ritheksoj, ndikon në zhvillimin ekonomik krejt Kosovës. Për arsye se qasja moderne në psikiatri nuk është vetëm që pacienti psikiatrik vendoset në një farë lloj sedacioni, të flen, që të mos na shqetësoj, por të rifituhen funksionale, do të thonë të kenë functional recovery që vjen anglisht, po edhe ato bën me terapi moderne, me psikoterapi, me domethënë qalësi multidimensionale. Kështu që ne kemi shumë punë të bëjmë. Unë jam shumë i devotshëm ndaj profesionit tim, po njëkohësisht ndaj njerëzve tanë, edhe shpresoj që ju na ndihmoni që të arrijmë të pacientët. Edhe një gjë tjetër që dëshiroj ta përmendi. Në Kosovë janë një qendër shëndetit mental diku në Shtime. Unë nuk kam qenë atje, mirë po thuhet që gjendja është jashtëzakonisht e vështirë. Unë shpresoj që ju si media ta hulumtoni gjendjen e menaxhimit e pacientëve, njerëzve që janë në spital aty. Po tani është një projekt zhvendosja e objektit në periferitë e qytetit. Vendoset ndonë me një fshat. Kjo është një projekt. Edhe është, ka më realizu shumë shpejt që kjo. Po, ka pas të lashe, ka plot njerëz banorët ati veni që thojnë se i kanë kalu grilat, kanë dalë të njerëzit, banorët e ati vendi sigurisht që nështë nuk mund me kanë i rrezikshëm, po këta se cili njeri më nënë që ai kushdo që është brenda aty në grilave është i flekshëm dhe e kërcënon se cilin qytetar, kështu që bagi është një gjendje që duhet me kthy shteti syt ka i vend, sepse nuk është gjendje ashtu që është. Mirë, po fokusi jam do të jetë shumë atëpër në gjendjen e vetë pacientave që janë brenda, ma shumë se sa në rrethin që jetojnë, sepse të na ekzistojnë paragjykimet se i smuaj psiqik, është rrezik, është kështu, është ashtu. Pyetja është sa ata të smuar, ata pacienta me probleme mendore, sa planojnë trajtim të mirë, sa mirë ushqehen, sa mirë është terapia e nevojshme, e domosdoshme, më e reja, më e mira, më e duhura, ajo. Edhe gjithashtu qasja për fat keq në shoqëri në kaluar në ka qenë që një smuar mendor të izolohet, largohet nga pamja jonë. Mos na shqetësoj ne ashtu kushtimisht të tjerë. Mirë, po qasja ime si mjek është që ata personat që ronë dhe bëhen pjesë e shoqërisë tonë, që të punojnë në Gjermani, për shembull, kisha tani para se të vi këtu, kanë programe të ndryshme të rehabilitimit, projekti punës 2 orë, 4 orë, për një smuar të caktuar, vetëm që hajtë fillojnë të integrohen në shoqëri. Domethënë qëllimi jonë është që mendoj që duhet jetë që ata njerëz bëhen pjesë e shoqërisë tonë, masi çrohen, të fitojnë funksionet e punës, ata janë njerëzit tanë, edhe thjesht ne duhet kujdesim edhe për ta. Edhe ata janë pjesë e Kosovës, edhe ata janë Kosovë. Sigurisht. Jemi në fund të emisionit, do të më falenderoj shumë. Ju falenderoj juve. Shumë graci, edhe më dok koha shumë shkurt, të pas parasysh që kemi mujt edhe për shumë gjanat tjera me fol, po kismet ndonjëherë tjetër. Për mu ka bërë shumë qefi kur kam dëgju që e keni zgjedhë psikiatrin për specializim, se konsideroj që ma shumë se kur kemi nevoj për këtë fushë. Unë dëshiroj t'ju falenderoj juve për ftesën, edhe unë shpresoj që kjo të jetë një nga fillimi vizitat mia në studion këtu ai sa që vinë në Kosovë, në mënyrë që ne të shikojmë, të mosim zhvillimet, të mosim suksesin e projekteve tona. Edhe, domethënë, qëllimi është që ne ndikojmë përmirësim gjithëbashkëm shërbimeve të shëndetit mendor në Kosovë. E ju jeni pjesë esenciale domosdoshme e atij procesi.
Ne kemi pas shumë njerëz të ftuar në këtë studio, po edhe në studion e emisionit paraprak që kum pas emisionit Reze, edhe shumë mjek, profesionist shëndetit mendor, kështu që konsideroj që kemi arrit këgja një farë përvoje për mi identifiku problemet shoqërore me cilat ne përballemi edhe njëkohësisht nevojat që i kemi si vend. Kështu që mëngjes po pres masi të mbyllet kamera me tregu çka mundën amerikanët të na ndihmu konkretisht me çështje. Amerikanët do të kenë nevojë partner të mirë. Spari do të kenë nevojë njerëzone që t'ju tregojnë pse ata duhet vinë në Kosovë jo të shkojnë në Afrikë, që gjithashtu ka nevojë apo në Amerikë Latine apo në Azi. Pse Kosova është ai vend aq i veçantë, aq i mirë, ku ata mund t'i bojnë? Se kanë bërë stilin. Zditi, ata do të kenë nevojë për partner të mirë besueshëm. Që pajisjet që investojnë, çdo gjë që bëhet në Kosovë me pas një ndikim për qytetarin. Para se gjithashtu për pacientin. Ju falenderoj juve. Ju falenderoj. Të dashur shikues, ju falenderoj të gjithëve që keni nda kohën me qenë bashkë me neve, po shpresoj që do takohemi prapë të shtunën tjetër. Mirëmbëjtje.